Ka nisur spontanisht të mësoj shahun para 2 vitesh, por pak ditë më parë u shpall fitues i vendit të parë në shkallë republike, në kampionatin kombëtar të shkollave në shah. Albion Biraku, nxënës i shkollës nëntëvjeçare 14 nëntori në Durrës, u shpall kampion mes qindra fëmijëve të klasave nga e para në të pestën që morën pjesë në këtë kampionat. Megjithëse ndjehet mjaft krenar për këtë fitore të rëndësishme, që nuk e priste, dhe pavarësisht se në duar shtrëngon kupën e kampionit në shah, Albioni 10 vjeçar ka dhe një tjetër pasion të madh, futbollin. Por nëse do të jetë në të ardhmen një shahist i njohur, si shumë emra të tjerë të famshëm që qyteti bregdetar ka nxjerrë në vite, apo një futbollist i talentuar në fushën e blert, siç është ëndra e tij, kjo mbetet për tu parë. Ti sa kohë kishe filluar të mësoje shah? Unë kam 2 vite që filloj të mësoj shah. Kush ta mësoi? Unë e kam mësuar me kushuririn, kam luajtur edhe ca lëra me babi dhe me vllai. Ke ndonjë shahisti në familje? Jo, nuk kam ndonjë shahist në Po familje. ç'ne ky pasion për shahun? Kush ta futi në gjak? Nuk ma futi njeri, po vetëm nga që luaj në telefon. Telefon dhe unë e mësova aty nga telefon. Dhe tani luan me gurët e shahut. Ku është më bukur, në telefon apo kur luan kështu fizikisht? Kur luan fizikisht është më bukur. Në kampionat pate emocione që gare fort? Pata shumë emocione dhe kundërshtarët ishin shumë të fortë, ishin vërtet një konkurrencë e madhe. Ti e prisje që të shpalleshe kampion apo ishte surprizë? Jo, nuk e prisja dhe ishte një surprizë e madhe. Ishte një kënaqësi që të merrje pjesë e asajt turnament dhe kënaqësia ime më e madhe asajt ishte që fitova, që u shpalla kampion. Edhe tani që u shpalle kampion, cili është objektivi i radhës, ku do marrësh pjesë? Do shikoj disa turnamente, nëse ka ndonjë që të kenë kundërshtar më të fortë dhe të mësoj më shumë. Klubi i Teutës, me sa di unë, ka një klub shahu. Ti je interesuar aty, je bërë pjesë? Jo, nuk jam interesuar, më shumë jam interesuar tek futbolli. Pra, edhe shahist edhe futboll. Po, Po çfarë do bëhesh, shahist apo futbollist në të ardhmen? futbollist. Apo kur të lënë këmbët që mos kesh më fuqi do t'i përkushtohesh shahut pastaj? Jo, unë shahun e kam mësuar për qef. Pra, nuk e shet të ardhmen tënde në shah. Jo, nuk e shikoj. Po çfarë futbollisti do të bëhesh ti, kujt do t'i ngjash? Do t'i gjaj Sergio Ramos. Po këtu në Shqipëri, njefti këto tonët, kujt do t'i ngjash nga këtyre të kombëtarës base? Mitaj.